Agjencia e Mbrojtjes Civile ka ndarë një paralajmërim për qytetarët ku thuhet se në ditët në vijim temperatura do të arrijnë deri në 40 gradë Celsius. Këto temperatura arrisin ndjeshëm rrezikun për zjarre dhe pyje dhe zona rurale. Gjithashtu bëhet thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar, në veçanti të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, bazuar në parashikimet e IGEO dhe ERCC, paralajmëron se në ditët në vijim temperatura do të arrijnë deri në 40 gradë, duke rritur ndjeshëm rrezikun për qytetarët. Andaj u bëhet thirrje atyre të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht të moshuarit dhe personat me probleme shëndetësore. Shmangni qëndrimin në diell gjatë orëve të nxehta dhe tregoni kujdes me përdorimin e zjarrit në ambientet e hapura. Respektimi i masave parandaluese shpëton jetën, pronën dhe natyrën. Bashkëpunimi juaj është jetik për një verë të sigurt. Ndaj raportoni çdo zjarr apo tym në numrin 128 ose 112, thuhet në njoftim. Ndërkohë, parashikimi i motit është se kjo javë do të jetë mjaft e nxehtë. Masa mjaft e nxehtë ajrore që kanë origjinën në Afrikën Veriore ka nisur të depërtojnë në territoret tona duke filluar nga e hëna. Temperaturat do të rriten nga dita në ditë në mënyrë progresive dhe po ashtu do të kemi rritjen e temperaturave minimale apo temperaturave gjatë natës dhe mëngjesit. Vala e nxehtësisë do të jetë intensive dhe do të nisë sot sepse temperaturat do të arrijnë dhe të kalojnë shifrën 30 gradë Celsius, ndërsa perëndimi i Shqipërisë nuk ka patur fare ndërprerje të valës së nxehtësisë, por vetëm një dobësim dhe tani pritet të intensifikohen fuqishëm edhe atje. E hëna dhe e marta ishin plotësisht stabile, mjaft të nxehta dhe me diell, nuk do të ketë ndonjë shans për ndonjë zhvillim tjetër. Të mërkurën pritet të jetë edhe më nxehtë edhe me zagushi. Një sasi e papërfillshme e ajrit jo stabil mund të depërtojë të mërkurën duke krijuar disa kushte minimale për zhvillime të rrebesheve të izoluara, vetëm në viset kodrinore malore. Ndërkohë që temperaturat arrin kulminacionin e nxehtësisë ditën e njëjtë, me mundësi që në Kosovë do të arrijnë deri në 37 gradë Celsius, madje mund të ndodhë edhe 38 gradë. Edhe të njëjtën mund të ketë disa gjasa për zhvillime të izoluara në disa vise malore me ndonjë stuhi të izoluar me vetëtima dhe bubullim. Dita e premte po ashtu parashihet shumë e nxehtë, por orëve të pasdites mund të kemi depërtimin e një fronti të dobësuar me mundësi për destabilizim të fuqishëm të atmosferës. Ky front i dobët i ftohtë ajror ende nuk mund të definohet qartë, por ka sinjale se mund të kemi krijimin e disa stuhive lokale të shiut me vetëtima dhe bubullim dhe pastaj ulje të temperaturave. Pra një javë shumë e nxehtë dhe me rritje të temperaturave nga dita në ditë. Më së nxehti do të jetë e njëjtja me temperatura afër 40 gradë Celsius, të premten pasdite vonë rrebeshe lokale shiu me vetëtima dhe bubullima, pastaj ulje kryesisht të lehta të temperaturave. Fundjava kryesisht me diell dhe pak më e freskët.